Edhe ne bashkë se ndëgjum një fjalim i saj përfundimtar i prokurorës e cila ke skandaloze, e cila kërkoi 45 vite burg për çdo njerin prej tyre, ku do të thotë kërkoi 180 vite burg. Kjo me këtë fjalë do të thotë i ka kënaqur gjithë ata të cilët kanë qenë kundër Kosovës, kundër shqirimit vendit dhe i ka kënaqur vetë politikanët serb edhe shtetin e Serbisë. Do të thotë Serbia është sot e kënaqur me prokurorët që kanë punu kundër shtetit Kosovës dhe kundër vetë ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ju ndëgjuat edhe vetë fjalimin e saj skandaloz tjetrin i cili thoshte që pjesëtarët e gjykatës kanë ofenduar një qytetar i cili ka bashkëpunuar me Serbi, që i thot majmun, i thot mos bashkëpuno me Serbi dhe ato i merren parasysh si krime lufte. Për ne këtu janë gjithat papranueshme. Unë s'dua t'i besoj fjalët e saj fare, dhe besoj se qytetarët nuk do t'i besojnë. Edhe fjalimi i cili tha se Clarki edhe disa diplomatë amerikanë nuk e kanë njoftuar Ushtrisën e Kosovës, që e pa vërtet. Vetë NATO-ja ka bashkëpunuar me UÇK-n, vetë Clarki ka bashkëpunuar me UÇK-n. Të gjithë kanë punuar me UÇK-n për arsye për me shiru Kosovën dhe me sulmu të saqet serbe, si në Serbi, si në Kosovë, aty ku ishin vendosur forcat paramilitare çetnike serbe. Dhe kjo është një gënjeshtër tjetër e cila mundohet kjo prokurore dhe kjo gjykat që ta bindë opinionin që Ushtria e Kosovës nuk ka pasur përkraje as nga ndërkombëtarët, që do thotë është e kundërta. Ushtria e Kosovës ka pasur mbështetje dhe përkraje nga gjitha forcat politike ndërkombëtare. Kush ka diçka në pyetje, imtar. Kjo vetë fillimi i seancave etapës përmbyllëse, çfarë shpejt ligjërin? Unë është e vërtetë se është vetëm fillimi. Prokuria ka 8 orë, nëse s'gaboj. Edhe besoj sot e përfundon, ka tani advokati i mbrojtjes së viktimave. Unë shpresoj që funi muajit për sqarimin e kolegëve tonë apo presidentin dhe të tjerëve. Unë nuk besoj se gjyqtarët do të binë në ndikimin e prokurorëve. Dhash Zoti që kjo gjykatë mos jetë gjykatë politike, po të jetë gjykatë që do të ndajë drejtësinë, jo të merret me politikën dhe mos jetë gjykatë politike. Se nëse është gjykatë politike, atëherë kjo gjykatë mua më çamollen si gjykatat e Serbisë apo ishte Jugosllavisë. Ju e dini përpara sistemi jugosllav, ku gjithë njerëzit tonë shqiptarë që ka burgosur atko për politikë kanë qenë gjykata politike, po vetë edhe gjykatat serbe vitet 90-ta kanë qenë gjykata politike. Dhe unë këtu nuk duhet mendoj fare, por nëse ky gjykat vepron dhe punon politikisht, atëherë mua më gjason si gjykatat serbe dhe gjykatat e Jugosllavisë të asaj kohe. Çka nëse dënohen? Unë në termë nuk e di çfarë do të bëhet, por nuk besoj se do të dënohen fare. Nuk besoj se nuk ka fakte dhe argumente për dënime. Për arsye se ju e dini që ne kemi përcjellë dëshmitar. Viçi, Lopa, Moli, kostumi tesha kanë pas xhelozi pse kanë mbeshur në një kostum tesha, po kjo është një gënjeshtër e madhe, kjo gjykatë është marrë më mirë me këto sene. Kjo gjykatë është mirë me njerëz apo me dëshmitar të fabrikuar, me njerëz që i kanë trajnuar apo i kanë ushtruar vetë. Tash apo daljen e mëna në BM që kanë filluar disa që vjen kesh pi disa njerëzve që s'kan pas pak karakter njerëzor me shkulla me vot kundër vendit vetë dhe kundër ushtrisë së Kosovës, që turpi më i madh i tyre. Kjo më ka pasur kjo gjykatë pse merret me një shuplak, nëse ka jap dikujt, apo nëse ka fyetur që ka shoh, edhe merret kjo nuk janë krime lufte këtu. Krim lufte është Serbia që ka bën Kosovë mbi 460 masakra. Krim lufte është si u vrarë me qindra njerëz këtë vend, 13500, 1324 fëmijë u vrarë këtë tokë. Që është me gjakun e fëmijëve. Se lemo me qytetar mbi moshën 50 vjeçare si në vrarë. Tani dhunume ofër 20.000 femra, nona tona apo motra tona apo kushto që janë aty janë tona janë, nona tona. Çka të flasim që tash nis mund Serbia apo vetë aparatura shtetit që ka bë miliona ato për këta dëshmitare për njerëz për me barazu krimin që mundohet edhe viktimën ta barazoj. Ne kemi qenë viktimë, ne kemi qenë vendin tonë, shtëpia tona, tokën tonë. Ne kemi bërë luftë për këtë vend, për këtë kamp. Për tek i fund kemi bërë për fëmijët tonë, të shirojnë fëmijët tonë, në herë për gjithmonë nga ordhit çetnike paramilitare serbe. Unë në thirrje do të ta bëj, ne kemi një motiv shtesë tash me 17 shkurt të viti që do të marrë një protestë gjithë popullore e organizuar nga Liria Kame, që ti bashkangjitën asoj proteste, duke parë sot që ka ndodhur me prokurorët. Është një motiv që qytetarët e Kosovës duhet dalin të protestojnë me 17 shkurt. Kjo është një thirrje që do ta bëj. Ne nuk kemi këshill organizativ organizatave tonë, po jemi në mbështetje të organizimit. Dhe nga dua ta shfrytëzoj gjitha këto media që keni ardhur sot, faleminderit.
që t'ju bëj ftesë gjithë qytetarët e Kosovës, veteranëve, fëmijëve dëshmor, invalidëve dhe qytetarë pa dallim etnie që dalin dhe të protestojnë, që është një motiv shtesë për arsye se çka kanë dëgjuar këtu. Kërkohet 45 vite burg për një njeri që s'ka ligj, nuk besoj se ka ligj 45 vite. Kërkon 180 vite për krejt grupin, kjo është turpi më i madh. Kërkohet pse është shtesë kur e ndëgjon fjalën përfundimtare të prokurorës, fjalë banale të sajna që për mua gjitha banale ato fjalë, gjitha në shpifje. Unë i kam vizituar këta përpara. Këta kanë motiven e fortë në burg si që ndrojnë, e kanë atë shpresë dhe shpresa shumë kurrë se është e fundit, po janë aq optimist më që do të dalin nga burg ato, nga i burg hetus në Hag. Po edhe bashkëftetarët, me kom bashkëpunoj, bisedoj, rri, si noda, si në për kafene, si në organizator, gjithë kanë mendimin njëtë, si shmendojmë thuj ne edhe qytetarët, që këta do dalin pa fajshëm. Nëse ka dikun zot edhe një drejtësi, këta do dalin pa fajshëm dhe do të triumfojnë, se me gënjeshtra nuk dënohet njeriu. Këtu janë gjitha gënjeshtra të fabrikume. Faleminderit juve, respekt. Faleminderit shumë. Situatave me cilët janë përballur dëshmitarët e familjet e tyre nga një grup i zëvendësi i unikut, i cili ndërkohë që ofroi që të shpjegonte për gjykatën rolin për pasë gjykata për të vënë dëshmitë e tyre. Pavarësisht frikrave, kërcënimeve, stigmës, citoj, është detyrë, rol i gjykatës që për asa është paqartë që kjo nuk është mënyra se si funksionon dhe si punojmë ne si diplomatë dhe paqëbërës për të mbërritur në përfundimet tona. Janë bërë përpjekje të qarta për të ndryshuar, për të zbutur ose për të ndikuar ndryshe dëshminë të caktuara në veçanti për përfitimet të akuzuarit Hashim Thaçi, të cilet kanë dalë në